për shenjën e ambicjapit. Në këtë javë do të ke një përgjegjësi vërtet shumë të madhe në kurisë, le të themi, në çështjet familjare. Por kjo do të jetë një përgjegjësi e ëmbël, sepse do të shpërblet vërtet shumë. Si le të themi, në këtë mënyrë do të marrin uratat e familjarëve të tyre. Pra çdo punë që mund të bëjnë, çdo mund që mund të bëjnë, gjatë kësaj jave do të shpërblet vërtet shumë. Mund të kemi fillimin e lidhjeve të reja, fillimin e një faze vërtet shumë pozitive, shumë romantike, shumë kreative, fillimin e marrëdhënieve sentimentale. Gjatë kësaj jave shenja e Bricjapit do të ketë një besim tek dashuria, pra do të rikthehet besimi tek dashuria. Sidomos ata që janë me ascendent tek shenja e Bricjapit, do t'i këshillojë që të jenë vërtet shumë të vëmendshëm. Pse po e them këtë? Sepse mund të jenë të hapur ndaj incidenteve dhe aksidenteve në disa raste. Mund të jenë pak më të hapur ndaj manipulimeve. Kemi një zhvillim vërtet shumë të madh edhe në karrierë, po ashtu edhe në një përmirësim ose një thellim të përmirësimit, të mirëqenies që ata do të kenë në familjen e tyre, në banesën që ata kanë, mund të kemi zhvendosje gjatë kësaj jave, përveç ditës së marrë të mërkur. Në qoftë se dëshironi, mund të merrni edhe kredi ose mund të aplikoni për kredi për të marrë një banesë të re.